ki kujdes si aplikon këshillat që dëgjon në trajnime. Si që më ndodhi një ditë, me një nga studentët në Max Biz, neve po diskutonim në lidhje me klientin se si të reagojmë dhe si ta ndihmojmë klientin që të marrë një vendim. Vendimi mund të jetë pozitiv ose negativ, s'ka rëndësi, por ai duhet marrë një vendim dhe duhet të na japë një përgjigje. Mbamën diçka që asnjëherë mos lejo që klienti të lërë pa përgjigje. Po ose jo, asnjëherë jo. Kështu e mirë që. Okej? Është një gjë që do ta diskutojmë më vonë. Por sot dua të trajtoj diçka që ky shpreha që neve mësuam ishte që thuaj klientit do vish, do e marrësh apo jo produktin për shërbimin, pra ofertën time, apo të hiq nga lista. Okej? Ky është trajnimi. Çfarë është kjo lista? Po lista është për shkakun që unë kam një listë aty tek ato pipeline-i im, te funnel-i im kam një që quhet pending, apo shiko, është pezur ky, nuk e kanë ta menin as po as jo. Okej? Dhe neve ndihmojmë klientët tanë duke marrë një vendim. Në rastin konkret, studenti po thoshte që shiko, unë kam këtë listën time këtu pezur, okej? Edhe tash duhet me ndihmu të marrë një vendim. Dhe ai e qoi këtë trajnimin tim, Max Bizit, dhe direkt e mori telefon klientin apo i shkryti mesazh klientit dhe tha, shiko, tha, daj mendjen, do pranosh ofertën time apo do të heq nga lista? Mi po, do të heq nga lista është gjë shumë e keqe, si me të bëj kështu blog Instagram ose me të heq, jemi një grup WhatsApp-i ti për shkak, edhe i bën heq nga grupi WhatsApp-it. Është shumë ofenduese. Klienti u ofendua dhe nuk la laf pa i thënë atij sepse u ndje shumë keq. Dhe kujdes, e prandaj është kjo pjesa e coaching që nuk mund t'i marrësh dot fjalët shablon nga trajnimet dhe pap e fut direkt në biznesi yt dhe ja thua, sepse krijon efekt negativ, krijon efekt të padëshiruar. Kur ti komunikon me klientin, duhet të dish shumë mirë atë rrethanat si ndodhesh, momentin kur flitet, si bën, çfarë bën etj. Dhe në momentin që neve i themi klientit do të heqë nga lista, nuk ja themi kaq troç, do të heqë nga lista. No. Ti është për i themi qiko, ma të të bezlismo me mesazhet dhe me e-maile, qa të bëtë, dhe ndash mëndin, po, se jo, në mënyrë që të cilë vlerët e ty, sepse as ti s'ke kohë për të unë, pa as unë nuk kam kohë për të marrë më me ty. Nuk ti është të heqë nga jo lista, dhe mërë pashën, përse të deshe. Por unë, fakti që të kam në listë, pezu, mua më duhet të kujdesem për ty për vendimin tënë. Duhet të kujdesem për ty që a do pranosh ofertën time, apo nuk do ta pranosh ofertën. Është shumë e rëndësishme që ofertat kur neve diskutojmë me klientët gjithmonë të jenë me datë. Çfarë do të thënë me datë? Me datë sepse është çështje që ai duhet marrë një vendim një javë, 2 javë, nuk e di si është oferta jote, por ai duhet marrë një vendim brenda një afati të caktuar. Në momentin që ti i lë një afat të caktuar klientit, atëherë ky klient është i predispozuar që të marrë një vendim po jo çënci ka, por që të eci përpara. Kur ti ja lë kështu në rënje të lirë, ti qetë, ai s'ka marrë kur vendim. Edhe ti aty tek ajo lista jote pezur të ngeli gjithë jetën ose follow up, mos e përdor asnjëherë shprehjen follow up me klientin. Hey, të mora në telefon për të bërë follow up me ty. Çfarë do bësh me pyetjet të tij? No, nuk funksionon. Është gabim, mos e bëj ti. Dhe ki kujdes kur ti aplikon trajnimet për biznesin tënd. Ki kujdes kur përdor shprehjet e trajnimeve, sepse ato mundet të krijojnë efekt negativ. Dhe nuk duam që ti të kesh të tilla rezultate të padëshiruara për klientët e tu. Ajo që unë sugjeroj fort të bësh është që konsulto me një coach, me një personal trainer ose business coach ose me ndonjë koleg përpara se ti të marrësh veprimin. Mos i merr shablon, copy paste. Ta. Sepse është shumë e dëmshme. Duhet kuptosh momentin kur ndodhesh me klientin, duhet kuptosh mënyrën e komunikimit dhe artikulimit. Nuk ka rëndësi se çfarë thua. Ka rëndësi se si e thua atë, si artikulon atë dhe kujt ja thua. Mund të jetë një njeri i ndjeshëm, mund të jetë një njeri i pamndjeshëm, ose mund ta thuash një gjë të mirë në një mënyrë të keqe, do të heq nga lista. Ose mund të thuash një gjë të mirë në një mënyrë shumë herë më të mirë, në një mënyrë shumë ndihmuese.
Unë kam një trajnim falas, 5 gabime që mbajnë peng biznesin tënd. Ky është kryesisht për ty që je në shitje, apo je një closer i vërtet, apo je një pronar biznesi, i cili bën ta gabime të cilat mbajnë peng biznesin tënd, po ti nuk je në djeni që këto gabime ekzistojnë. Ky është një trajnim falas që shon lajnë dhe ti mund ta aplikosh nga komoditeti i shtëpisë tënde, dhe aty ti do të kuptosh më tepër në lidhje me çfarë po e mbajnë peng biznesin tënd në fokuset që je të shkojnë në next level. Unë të ftoj, poshtë është linku, të ftoj që ti të vish në trajnim totalisht falas dhe të shikosh është gjysmore 20 minuta dhe ti të shikosh se çfarë mund të bësh për biznesin tënd nga ato që ne do themi aty dhe si do ndikojë kjo tek financat e tua. Për më shumë, kliko linkun më poshtë dhe ndiq videon e radhës. Nëse kjo të pëlqeu, komento më poshtë dhe unë i lexoj të gjitha komentet e tua dhe thelbësore është që ti ta praktikosh këtë gjë. Do të heq nga lista. Jo, mos e praktiko. Praktiko një këshill, formuloje më mirë të gjë tek klientët e tu dhe na thuaj rezultatet e tua në linkun më poshtë. Deri atëherë, mirupafshim.